2001-shi, kjo rruga këtu që e kam shtru unë personalisht, me lekët e mia. Po, nga ura poshtë këtu e kam shtru unë me forcat e mia, me babin që e kena hap gjithë fshatarët e kena hap me dorë, që nuk na ka bashkini kena pas kërkuar dhe ndihmën e hap me përfadrom, e kam sponsorizuar unë personalisht, me lekët e mia e kam shtru këtë rrugën se s'ka pas rrugën, s'ka qenë rruga fare. Dhe po ta shoh siç e pen maloren atje dhe betonin e kena lëshu me lekët tona për me rregullu rrugën. Dhe është 2025 sot mbi 25 vite, po jena po të njëjtën katastrofë. Unë nuk e kuptoj këtë se si mund të si ekziston akoma në Shqipëri kjo pjesë. Ata që na shohin do thonë, po mima e kanë me çakull. Çfarë përgjigje do jepje? Po, mund të jap përgjigjen që ky çakull që është lëshu, një shiu më i vogël me ra, këtu janë gropat. Po dalish prapë të shi që është rru, nuk i ka bo një muj, e ki janë bo gropat, që nga që shi që ka ra rom. Kështu që ky çakull është përvizor, temporary, si që është përvizor maksimum nuk e shtyn 2 muj. Mund të shtyj ca kohë që me pjesën verore që nuk ka shira. Po kaq, mbaron kjo. Dhe me thënë... Pra nuk është zgjidhje asesi? Absolutely jo. Kjo nuk ka zgjidhje, s'ka pas zgjidhje, ka 25 vite, edhe nuk ma menjë të këtë zgjidhje.